Përshëndetje të nderuar shikues në edicionin informativ të orës 11. Do të lidhem përsëri me kolegen Klodiana Lala tani. Klodi, të përshëndes përsëri, pak më parë patëm një raportim shumë të gjatë bashkë, por për të bërë një përmbledhje të dosjes që ka siguruar News 24, pra për të bërë një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit rreth fletaresteve të prera, por edhe vetë ish kryetarit Bashkisë Durrësit zotit Dako. Po, përshëndetje sërish Nisida, sikurse ju e thatë, lajmi për arrestimin e Vangjush Dakos, ish kreu i Bashkisë së Durrësit, sigurisht do të jetë një lajm që do të mbajë të mbërthyer opinionin publik përderisa Vangjush Dako konsiderohej si një ndër njerëzit më me peshë të madhe politike në qarkun e Durrësit. Prokuroria e posaçme për të bërë një bilanc me atë çfarë ka ndodhur, ka firmosur dhe ka marrë më pas miratimin e gjykatë për arrestimin e zotit Dako dhe 6 zyrtarëve të tjerë të bashkisë, ndërkohë që për 3 të tjerë është firmosur masa e sigurisë arrest në shtëpi. Aksioni nga ana e policisë është duke vijuar edhe në këto momente, disa nga urdhër arrestet janë ekzekutuar, ndërkohë për të tjerë është duke u vijuar puna, por po ashtu një herazi prokuroria e posaçme ka urdhëruar edhe kontrollin e banesave të personave të dyshuar. Të gjithë këta persona përfshirë edhe zotin Dako, ky i fundit i shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndyshimet për korrupsion madhor, dyshohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës në 2 raste dhe falsifikimit të dokumentave. Rasti i parë ka të bëjë me ndërtimin në mënyrë të paligjshme të një pallati i cili është dëmtuar rënd nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, një pallat i cili është ndërtuar me leje problematike dhe më pas është legalizuar dhe më pas episodi 2 ka të bëjë me një tender ose më saktë me një tentativë për të bërë një investim në plazhin e Currilave, në atë që njihet si projekti i promenadës, për cilin për projekti DEN ose planin zhvillimor në letër Bashkia e Durrësit ka paguar një shumë prej afro 20 milion lekësh, por nga ana tjetër më pas ka hequr dorë nga ky projekt. Kjo është pak a shumë fabula për cilën zoti Dako është prapa hekurave tashmë dhe pritet të përballet me gjykatën e posaçme bashkë me ish-varësit e tij dhe gjithashtu edhe me ndërtuesin e pallatit dhe inxhinieren e kompanisë që ka bërë edhe projektin e ndërtesës, ndërkohë që nga ana tjetër duhet theksuar se prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet për zotin Dako për episode të tjera, nga të cilat mund të gjenden prova dhe fakte që implikojnë atë në veprimtari kriminale. Për ta përmbyllur, Vangjush Dako është një personazh i shumë përfolur, sidomos vitet e fundit, për shkak jo vetëm shpalljes në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të zbulimit të rekordeve ku ai shfaqet ose del në biseda me kriminal duke folur për shitblerjen e votës. Faleminderit shumë Klodi për informacion. Faleminderit juve. Por le të mbetemi pak pikërisht tek pallati në fjalë që është lakuar më së shumti këto ditë dhe për cilin ka akuza, rëndojnë akuza. Do të lidhem me Klodiana Axhiajn tani nga qyteti i Durrësit, e cila ndodhet pikërisht tek pallati në fjalë. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, unë flas nga pallati numër 25 në lagje numër 5 të Durrës, i cili është bërë shkak për nisjen e hetimeve dhe vënien përpara hekurave të ish-kryetarit të Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako dhe specialistëve të Bashkisë së Durrësit. Është pikërisht pallati numër 25, të cilin banojnë 30 familje, ku kanë qenë menjëherë pas tërmetit të vitit 2019 ishin banorët të cilët dorëzuan në fakt një kallëzim në lidhje me pronarin e firmës ndërtuese për shkak të dëmeve të konsiderueshme dhe shumë të mëdha që pësoi pallati numër 25. Leja e ndërtimit për këtë pallat ka qenë 8 kate, ndërsa në përfundim të pallatit ai janë ndërtuar dhe 3 kate ekstra. Sot kam komunikuar në lidhje telefonike me banorët e pallatit, të cilët më thanë se për shkak të shkeljes së lejes së ndërtimit dhe ndërtimit të kateve ekstra, ata u detyruan që të kallëzonin në spak pronarin e firmës së ndërtimit. Duhet të theksoj se Instituti i Ndërtimit ka marrë një vendim për këtë pallat për shembje dhe ky vendim është miratuar dhe nga ana e Këshillit Bashkiak për shembje. Por pallati nuk është shembul për shkak se ka një distancë shumë të afërt me pallatet e tjera. Ndërkohë që banorët këtu në zonë më kanë konfirmuar se ky pallat 11 katësh është një nga 7 pallatet e tjerë të dëmtuar shumë rënd në lagje numër 5. 6 pallate. Për 6 pallate, Instituti i Ndërtimit në analizat e thelluara dhe të detajuara ka vendosur prishjen e tyre. Por deri tani nuk janë prishur këto pallate për shkak se janë shumë pranë me njëri tjetrin dhe prishja e tyre bëhet shkak për dëmtimin e objekteve që kanë për qark tyre. Banorët më thanë se
pas protestave të shumta që ne I kemi ndjekur në vimësi prej vitit 2019, më thanë se nuk është marrë ende një vendim për strehimin e tyre. Të gjithë banorët e këtij pallati, por dhe të 6 pallateve të tjerë këtu në lagje numër 5, jetojnë me qëra, pallatet kanë mbetur të dëmtuar dhe të pashembur apo pa u marrë akoma një vendim përfundimtar për ta. Kjo pasi, siç e përmenda, shembja është e rrezikshme për banesat afër tyre, ndërsa banorëve ushtojnë që do të transferohen në zonën e spitallit, aty ku po ndërtohen edhe 2000 apartamente të reja për të pastrehës, të cilët kanë mbetur nga tërmeti 26 nëntorit. Ndërkohë që duhet theksoj, ishte pikërisht banorët e pallatit, të cilët në vitin 2020 dërguan në SPAK, dërguan fillimisht në prokurorin e Durrësit, mandej në të gjitha institucionet e tyre, duke u drejtuar edhe kryeministrit, ambasadave në lidhje me problemin me të cilin patën për pallatin e tyre që mbeti I dëmtuar shumë rënd. Leja e ndërtimit ka qenë për 8 kate, ndërsa është bërë 11 kate duke denoncuar në prokurori dhe në SPAK pronarin e firmës. Duhet të theksoj që pronari I firmës është arrestuar një ditë më parë së bashku me ish-kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Ky pronar firme ka dhe 2 pallate të tjerë në të njëjtën lagje, ne kemi transmetuar gjatë ditës së djeshme. Dëmet janë kolosale në ato pallate, janë pallate shumë katësh, deri në 13 kate të dëmtuar shumë rënd me vendim për prishje, por që nuk janë prishur ende, ndërsa banorët nuk kanë gjetur zgjidhje, janë drejtuar drejtësisht në lidhje me problemin e strehimit të tyre. Faleminderit Klodi për informacionet. Faleminderit juve. Ishte lidhja me Klodiana Xhiajn nga Durrësi, nga Pallati në Fjalë, ndërkohë Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas arrestimit të Dakos. Nga Berati ku ndodhej për turin e falënderimeve, Rama tha se ndjen keqardhje kur sheh persona që I ka patur në krah përpara gjykatave, por shtoi se po ndodh për herë të parë në histori që po goditen persona të lidhur me pushtetin. Duhet bërë durim shumë I madh edhe në luftën kundër korrupsionit, sepse kemi hyrë në një fazë komplet të re, ku për herë të parë në historinë e popullit ton, po goditen njerëz të lidhur me pushtetin. Natyrisht që kjo s'është e lehtë, natyrisht që këtu ka edhe gjëra që të bëjnë ndjehesh jo mirë. Qoftë për arsye se s'ke si ndjehesh mirë kur shikon dikë që deri dje ka qenë në krah teje dhe pastaj është në krah të avokatit përballë prokurorit dhe gjykatësit. Dhe me siguri diçka ka ndodhur. Po edhe kur shikon se si mund të përdoret forca e pushtetit drejtësisë për të bërë dhe gjëra që nuk shkojnë. Po të gjitha këto janë pjesë e një procesi. Janë pjesë e një historie të re. Dhe rruga është e përpjet, nuk është dishez në këtë drejtim. Por ama keni parasysh që për herë të parë po ndodh kjo. Për herë të parë në historinë e popullit ton. Kur s'ka ndodhur më parë. E pra për këtë duhet jemi ne krenar për këtë Partinë Socialiste, dhe të jemi krenar për gjithë kontributin që I japim. Ndërsa tani do të kalojmë në një tjetër lidhje drejt për drejt me kolegun Osman Stafa, me cilin kemi komunikuar edhe pak më parë mbi zhvillimet e mbrëmjes së djeshme, sidomos pas mesnate, ku ka patur tensionet forta në Partinë Demokratike Zyrtare, I kemi ndjekur të gjitha zhvillimet, por si do të jetë vijimi, çfarë pritet, le të bëjmë përsëri një përmbledhje të asaj, çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet apo është njoftuar për në vijim nga Partia Demokratike. Osman, përshëndetje. Përshëndetje përsëri, atëherë për të bërë një përmbledhje, siç ju e thatë, asaj se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme dhe mëngjesin e kësaj të mërkure, mund të them që ka qenë një mbledhje zhvilluar e kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare, shoqëruar me tensione, me kërcënime, me përplasje verbale, jo vetëm mes militantëve të cilët kanë qenë të pranishëm ditën e djeshme në rreth kësaj godine, të cilët deklaronin se ishin mbështetës të Lulzim Bashës, por edhe mes militantëve
militanëve, gazetarëve, po ashtu edhe mes anëtarëve të kryesisë, gjithashtu që ka pasur përplasje. Të dy idetë e hedhura ndër të paktën që janë diskutuar më shumë, duke qenë se kanë qenë rreth 10 propozime të anëtarëve të kryesisë për mënyrën se si duhet bëhet riorganizimi i Partisë Demokratike, por ato dy më kryesore kanë qenë zgjedhjet më njëhershme në 29 korrik, e mbështetur kjo nga shumica nga 17 prej anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike, të cilët pra kërkojnë që të bëhen zgjedhjet më njëhershme, ndërkohë që nga ana tjetër kemi deputetët kryesuar nga Gazmend Bardhi, si kryetari i grupit parlamentar, dhe po ashtu Jorida Tabaku në atë moment si nën kryetare e Partisë Demokratike Zyrtare, të cilët kërkonin që fillimisht të bëhej një proces, le themi, zgjedhje në parti nga seksionet, grup seksionet dega më pas të vinte tek kryetari. Ndërkohë që kjo nuk është pranuar, siç e thash, nga shumica e anëtarëve të kryesisë. Më pas ka qenë zoti Bardhi, fillimisht me zotin Dashnor Sula, të cilët kanë braktisur mbledhjen pas diskutimeve dhe tensioneve që kanë ndodhur brenda pra godinës. Këta persona nga persona që ishin jashtë, nga militant Partisë Demokratike, janë fyer, ofenduar, sharë në momentin që ata kanë dalë. Pas këtij momenti ka qenë një tentativë e deputetëve të tjerë të cilët ndodheshin brenda në një fraksion rreth 10-15 minuta, të cilët kanë tentuar edhe ata që të dalin. Fillimisht ka pas një përplasje në derën e brendshme të ku zhvillohej mbledhja mes militantëve dhe deputetëve. Militantët kërkonin që deputetët mos largoheshin nga mbledhja dhe të votonin, që ndronin deri në votimin final që do të merrte në votimin që do të bënte kryesia për mënyrën e riorganizimit të Partisë Demokratike. Por pas disa minutash, teksa ora shënonte një pas mesnate, ky grup deputetësh, pra zoti Helidon Bushati, Sajmir Korreshi, Lefter Gështenja dhe Bledion Albati, kanë dalë nga dera, pra duke lënë mbledhjen dhe duke dhënë qëndrimet e tyre aty, duke lënë mbledhjen, duke u larguar, por që janë ndaluar në afërsi të hyrjes së kryesisë së kuvendit të Shqipërisë. Nga këta persona militant janë kërcënuar, janë ofenduar, janë sharë, pra ka pasur një diskutim të ashpër mes tyre, por në momentin që deputetët janë larguar, pasi ka pasur ndërhyrje të individëve, pra aty që të mos kishte përplasje mes deputetëve e po ashtu edhe mes militantëve, më pas ka qenë radha e gazetarëve të cilët janë ofenduar, janë sharë madje, po të mos kishe qenë për disa individa aty dashamirës të media, si ishin pjesë e kolegjit kryetarëve të Partisë Demokratike, mund të themi që situata mund të kishte përshkallëzuar në dhunë edhe ndaj gazetarëve, duke qenë se ndaj ofendime ka pasur, sharje ka pasur, dhe bëj fjalë për në orët e para të mëngjesit. Ndërkohë që nga ana tjetër kanë ardhur dhe reagimet e para në lidhje me atë se çfarë ndodhi mbrëmjen e është kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili deklaron në një status të tij në Twitter se dhuna verbale, presioni dhe shantazhi kundër deputetëve të Partisë Demokratike që mendojnë ndryshe nuk janë mjete politike. Kjo sjellje prej grupimi paramilitar hedh në erë bashkëtesën brenda kësaj force politike dhe dërmon në mënyrë përfundimtare besimin e qytetarëve tek Partia Demokratike, duke dënuar me forcë aktet e dhunës kundër deputetëve të PD, anëtarëve të kryesisë dhe gazetarëve. U kërkoi secilit koleg të distancohet publikisht prej tyre përmes dhunës, presionit dhe shantazhit. Nuk ndërtohet asnjë afatgjat në intereset demokratëve dhe të Shqipërisë. Ndërkohë që nga ana tjetër mund të themi se dy prej anëtarëve të kryesisë së Partisë Demokratike Zyrtare, njëkohësisht edhe deputet të Partisë Demokratike, pra bëhet fjalë për deputetin Flamur Hoxha, deputetin e Kuksit Flamur Hoxha dhe ashtu deputeten Oriela Nebiaj, kanë dhënë dorëheqjen nga kryesia e Partisë Demokratike Zyrtare, njëkohësisht edhe Jorida Tabaku me postin e nën kryetares dhe deputete e Partisë Demokratike gjithashtu ka dhënë dorëheqjen pas tensioneve dhe përplasjeve dhe votimit, po ashtu të bërë nga kryesia, anëtarët e kryesisë Partisë Demokratike, gjithashtu ajo ka dhënë dorëheqjen dhe tashmë do të mbetet për të parë se cila do të jetë vazhdimësia, teksa në datën 29 korrik kryesia e Partisë Demokratike Zyrtare ka njoftuar zgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike. Në fakt, do të mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, duke qenë se është një grup deputetësh të cilët kanë kërkuar
ose më saktë janë në idenë që as Sali Berisha dhe as Lulzim Basha nuk mund ta drejtojnë Partinë Demokratike në këtë fazë që është, paçka se vlerësojnë se nuk janë frymëzues për qytetarët që ata të votohen, që të votohen dhe të mund të mposhtin Ramën, dhe do të shohim edhe qëndrimet e tyre në vazhdim se ku do të rreshtohen ata. Ndoshta do të kemi një pol të tretë të këtyre individëve të cilët nuk janë as me zotin Berisha, por nuk janë as me zotin Basha, dhe kjo mbetet për tu parë. Faleminderit Osman për informacionet. Faleminderit juve. Do të ndjekim tani prononcimet e mbrëmjes së djeshme lidhur me zhvillimet dhe tensionet që kanë qenë në Partinë Demokratike. Propozimi im që unë e kam darë edhe ditë të fundit ishte që Partia Demokratike duhet ishte bashk dhe Partia Demokratike duhet patjetër të niste një proces zgjedhor që i bën nder, një proces real, një proces i cili neve na bashkon dhe nuk na ndan. Dëshira ime është që në këtë proces Partia Demokratike duhet ishte bashk. Për mua jemi duke hedhur një hap i cili e zvoglon Partinë Demokratike dhe nuk e zmadhon atë. Unë duke pasur parasysh që propozimi im nuk u propozua, unë refuzova të votoj dhe unë u tërhoqa nga vendi i zëvendëskretares së Partisë Demokratike. Unë gjykoj që Partia Demokratike do hecë përpara, do bëhet forcë fituese, do bëhet alternativë, kurse cili nga ne ta na shkaloj egot personale dhe të mendoj për të mirën e përbashkët. Shumë faleminderit për durimin. Kolegji kryetarëve dhe grupi deputetëve janë thjesht institucione që rekomandojnë, por nuk janë ato që vendosin. Ato që vendosin është kryesia. Në demokraci është zgjedhur me votë kur nuk ka konsensus. Por ama të vi unë brenda kryesisë dhe kam një variant, dhe varianti im nuk miratohet, ose shikoj që nuk mund të miratohet sepse u duk nga fryma e diskutimeve dhe të çojmë të bëj të qev meturin dhe të largojmë, kjo nuk është demokratike. Sot u thash, kujdes koleg, ne duhet të bëjmë një analizë dhe të mos nxitojmë sot për të zgjedhur sot dhe për të filluar votimin për kryetar. Nuk është puna te kryetari. E rëndësishme është Partia Demokratike duhet që të tregonte që është një parti ndryshe. Është një parti e cila mëson nga gabimet e veta, analizon humbjen dhe analizon thellë, duke shkuar te baza, por duke pyetur edhe votuesit e tjerë, mbështetësit, simpatizantët e Partisë Demokratike, dhe vetëm pasi ta kemi këtë mendim të bazës, këto të dhëna, t'i marrim, t'i analizojmë këto të dhëna, të nxjerrim çfarë mësime, disa mësime duhet t'i nxjerrim nga kjo. Çfarë nuk shkon me Partinë Demokratike, që e kanë votuar vetëm 100.000 veta. Kërsa tani do të shkojmë në një lidhje të drejt për drejt me kolegun Ergys Gjençaj, sepse sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pritet vendimi për Bashkinë e Elbasanit, do të ndjekim zhvillimet që vijnë nga KAS, do të na informojë Ergysi. Ergys, përshëndetje. Nisi dhe përshëndetje. Vetëm pak minuta më parë në fakt Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve i ka dhënë fund shqyrtimit të kërkesës ankimore të prezantuar nga përfaqësuesi ligjor të koalicionit Bashkë Fitojmë për sa i përket Bashkisë Kamës. KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore të koalicionit Bashkë Fitojmë, sipas të cilës kërkohej pavlefshmëria në zgjedhjet për Bashkinë Kamës dhe përsëritjen e zgjedhjeve. Me këtë vendimarrje, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve i jep fund të gjithë kësaj betejë ligjore pranë këtij institucioni për sa i përket Bashkisë Kamës. Ndërkohë që në këtë moment që komunikojmë, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve vijon shqyrtimin e kërkesës ankimore po të koalicionit të Bashkë Fitojmë për sa i përket garës elektorale të 14 majit në Bashkinë e Elbasanit. Grupimi opozitar i bashkuar pranë në koalicionit Bashkë Fitojmë kërkojnë shpalljen e pavlefshme edhe në këtë bashki dhe përsëritjen e zgjedhjeve në Bashkinë Kamës, marrë në konsiderat pretendimet e tyre për sa i përket mos funksionimit e pajisjes PVN, pra numërimit pajisjes së votimit elektronik të saktë, dhe kësaj kanë paraqitur përsëri pretendimet e tyre këtu në KAS dhe vijon në shqyrtimi i fundit. Kjo është dita e fundit e shqyrtimit për sa i përket kësaj kërkese ankimore në KAS dhe pritet edhe vendimarrja e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve pikërisht për këtë kërkesë ankimore. Gjithsesi nga përfaqësuesit e koalicionit Bashkë Fitojmë, të paktën për vendimarrjen që kishte të bënte me Bashkinë e Kamzës, pra që u rrëzua pak momente më parë, është bërë ditur që koalicioni Bashkë Fitojmë do të ankimojë këtë në kolegjin zgjedhor, e cila është hallka pra institucioni i fundit përsa i përket betejave ligjore për çështjet zgjedhore.
nuk duam të paragjykojmë vendimarrjen e KAS, por gjithsesi pritet që deri në mesditë kemi një vendimarrje nga ana e KAS edhe për sa i përket bashkisë Elbasan. Nisida. Po, faleminderit Ergys për informacion. Faleminderit. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Rikthehemi drejt për drejt, do të vjoj me lajmet. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Gabriel Escobar ndodhe në Beograd një ditë pasi vizituan Kosovën. Lajçak dhe Escobar u takuan me presidentin serb Vučić, ndërsa pritet të kenë takime edhe me autoritetet e tjera në Beograd. Lajçak vlerësoi gatishmërinë e presidentit serb Aleksandar Vučić për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhje politike për tensionet në veri të Kosovës. I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka çmuar gatishmërinë e presidentit serb Aleksandar Vučić për të kontribuar në gjetjen e një zgjidhjeje politike për tensionet në veri të Kosovës. Lajçak dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar u takuan me presidentin serb Vučić në Beograd, ndërsa sot do të takohen edhe me autoritetet e tjera të këtij vendi. Në Beograd, Escobar dhe unë kemi pasur diskutime të gjata me presidentin Vučić lidhur me situatën komplekse të serbëve në Kosovë. Dhuna nuk është kurrë e pranueshme dhe kemi nevojë urgjente për zgjidhje politike për krizën aktuale, ka thënë Lajçak. Serbët e veriut të Kosovës janë duke protestuar rregullisht prej 29 majit në komunat e Zvečanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut për të kundërshtuar hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në ndërtesat komunale. Pjesëtarë të komunitetit serb kanë bojkotuar zgjedhjet e prillit, të cilat i kanë fituar kandidatët shqiptar. Më 29 maj, protesta ka përshkallëzuar në akte dhune mes pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR dhe protestuesve serb. Escobar dhe Lajçak kanë qëndruar më 5 dhe 6 qershor në Kosovë dhe janë takuar me zyrtar të lartë shtetëror të këtij vendi. Edhe nëse nuk do kryeministri Kurti, asociacioni do të bëhet, kështu është shprehur i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Gabriel Escobar në një intervistë për gazetën austriake Die Press. Sipas Escobar, kjo nuk është çështje mes Kurtit dhe Serbisë, por mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se Prishtina duhet të japë një propozim se si duhet të duket asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar në një intervistë për gazetën austriake Die Presse ka thënë se SBA-ja është duke pritur nga Kosova një draft për atë se si do të duket asociacioni komunave me shumicë serbe. Escobar deklaroi se asociacioni përmendet në marrëveshjen e Brukselit, konkluzionet e Këshillit Evropian dhe gjithashtu edhe në marrëveshjen e Ohrid. Escobar theksoi se nëse Kosova nuk dëshiron një Republika Serbska si në Bosni atëherë, duhet të jap draftin e vet dhe se është koha që Kosova të tregojë se çfarë dëshiron. Tani ata duhet të na thonë se çfarë duan. Ne jemi duke pritur për këtë. Kosova duhet të lëvizë menjëherë në këtë drejtim dhe të na jap një draft marrëveshje, sepse marrëveshja e Ohrid varet shumë nga krijimi i asociacionit të komunave serbe, deklaroi Escobar. Ndërkohë ajo pyet nga gazeta austriake se duket që kryeministri Kurti parimisht nuk e don një asociacion të tillë. Escobar u përgjigj se nuk varet nga Kurti, me që sipas tij kjo nuk është çështje mes Kurtit dhe Serbisë, por mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Escobar theksoi se edhe nëse nuk do kryeministri Kurti, asociacioni do të bëhet. Rreth 30.000 maturant u testuan sot në korridore palestra shkollash, monitoruar nga kamerat në provimin e dytë maturës shtetërore, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Rregullat e maturës këtë vit kanë pësuar ndryshime dhe risi, do të ndjekim Aurora Golemin. Rreth 30.000 maturantë në të gjithë vendin, këtë të mërkur testojnë njohuritë në provimin e dytë të maturës shtetërore, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Pas afro një dekade e gjysmë, matura shtetërore ka ndryshime dhe risi. Maturantët u testuan, maturantët po testohen në palestra e korridore të monitoruar nga kamerat. Për herë të parë pas shumë vitesh, ata kanë të drejtën për i vlerësim të tezës së tyre. 170 teza janë hartuar enkas për nxënësit me aftësi ndryshe. 500 maturantët e gjimnazit Ismail Qemali u ndanë në 2 grupe. Ata u testuan të monitoruar nga kamerat në palestrat dhe korridoret e shkollës 9-vjeçare, 1 Maj dhe Hoxha Tasin. Nuk kemi shumë emocione, pa frikë, kështu që. Është provimi më i vështirë i maturës?
Unë kam hedhë me zgjedhje fizikën, kështu që fizika mendoj. Herën e parë ka nisur provimi që në orën 10, ndërkohë që na thanë që duhet jeni që 8:05. Palestër. Ishte një kamerë, thjesht më shumë ka qenë presion nga ana e mësueshave, që do jeni në për salla të mëdha, do jenë shumë kamera, do jenë shumë, dhe ndërkohë që ishte komplet ndryshe. Testimi në palestër nuk është se përbënte në një ndryshim. Dua të di autorët tu të preferuar të huaj edhe shqiptar. Të gjitha autorët kanë veçoritë e tyre që i bën ata të preferuar për mua. Azem Shkreli, është i vështirë Shkreli. Është ta. Ministria e Arsimit ka argumentuar ndryshimet me gjetjet e maturës shtetërore të vitit të kaluar që treguan për disnivel vlerësimi me një rënje me 3 deri në 4 nota të nxënësve në provimet e maturës, krahasuar me arritjet gjatë vitit mësimor, duke lënë vend për fiktivitet në vlerësimin e maturantëve. Provimi i tretë i maturantëve, i konsideruar si më i vështirë i maturës, është provimi i matematikës më datën 13 qershor. Lënda me zgjedhje është edhe provimi i tyre i fundit, i cili do të zhvillohet më datën 19 qershor. Plot 12.000 studentë Universitetit të Tiranës morën dje në një ceremoni të bukur diplomat e tyre pas përfundimit të studimeve, duke kaluar kështu në një tjetër etapë të re të jetës tyre, që rezervon sfida, por edhe mjaft momente të bukura. $12.000 studentë hodhën kapelet në një ndër ceremonit më të mëdha të diplomimit në të gjithë historinë e arsimit shqiptar. Është vetëm një pjesë e vogël në rrugëtimin e dijes, por më domethënës janë në drejtimin për të ardhmen. Studentët e sapo diplomuar në 2 ciklet bachelor dhe master nga 6 fakultetet e Universitetit të Tiranës do e mbajnë mend gjatë ceremoninë organizuar në stadiumin Errol Benja. Në këtë ditë të shënjuar të jetës së tyre, morën urime dhe përgëzime, por edhe këshilla të vyera. Për rektorin profesor Artan Hoxha, Universiteti i Tiranës ka dëshmuar se ka të gjithë potencialin për të përgatitur brezat e denj profesionistësh, të cilët nuk kanë në duar thjesht një diplom që dëshmon se kanë mbyllur shkollën e lartë, por një dokument i cili u jep siguri për një karrierë që do të ketë progres në të ardhmen. Diplomimi është një moment kurorëzimi i ëndrave dhe i vizionit që studentët kanë projektuar për të ardhmen e tyre dhe njëherëzi edhe për familjet e tyre. Familje që kanë sakrifikuar, që kanë mbështetur dhe kanë mëkuar me dashuri për dijen dhe arsimimin e tyre. E ftuar në ceremoninë e këtij viti ishte edhe Ministri i Arsimit Evis Kushi, e cila theksoi se Shqipëria ka nevojë për të rinj të përgatitur për të përshtatur në tregun e punës. Unë jam kaq e lumtur dhe i falenderoj organizatorët kur orzoni sot punën e shumë viteve. Ju jeni krenaria e gjithë Shqipërisë sot, sepse vini nga të gjitha qytetet e vendit. Gjithashtu e ftuar nderi ishte edhe ish-përfaqësuesja e lartë për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, e cila dha mesazhin që kjo gjeneratë e sapo diplomuar do e bëj pjesë Shqipërinë në Bashkësinë Evropiane. Jam optimiste, unë besoj tek ju. Jam absolutisht e sigurt që ju jeni gjenerata që do e çoni Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Por ama duhet dia dhe puna juaj. Institucionet janë të rëndësishme, por më të rëndësishëm janë njerëzit. Unë e di që ardhmja është e afërt për në Europë. Ju keni kaq shumë fuqi në duart tuaja, përdoreni. Këshilla ime është që me diplomimin tuaj sot, ju keni fuqi, përdoreni për të formësuar jetën tuaj, por edhe të Shqipërisë, edhe të Europës. Kush ju thot se ju do të bëheni një ditë pjesë e Europës, unë i them, jo, ju jeni tashmë në Europë. Përveç mira prindërve të emocionuar, të pranishëm në stadium ishin drejtues të institucioneve e personalitetet të shuara të jetës publike. Plakja e popullsisë, por edhe emigrimi të rinjve po sjellin të kurrjen e popullsisë në vend. Të dhënat e Instat raportojnë se grup mosha deri në 29 vjeç u tkurr me 40.000 persona vetëm në vitin 2023. Ndërsa të rinjt po paksohen gjithnjë më shumë, po shtohen me ritme të larta të moshuarit mbi 60 vjeç, me gati 17.000 persona më shumë se një vit më parë. Instat raportoi disa ditë më parë se popullsia e Shqipërisë në vitin 2023 shënoi rënje 1.1%, ose 32.000 persona më pak se sa një vit më parë. Emigracioni, por dhe plakja e popullsisë po ndryshon strukturën e kësaj të fundit, duke përmbysur piramidën në favor të moshave më të vjetra. Të dhënat e detajuara të Instat tregojnë për një rënje të madhe që ka pësuar grup mosha e të rinjve nga 15 deri në 29 vjeç.
Kjo grupmosh ka qenë më e prirur për të emigruar për shkollim apo punësim. Në janar të vitit 2023, në total Shqipëria kishte 40.000 më pak të rinj, nga 0 deri në 29 vjeç, në krahasim me janarin 2022, nga të cilët 27.500 janë të moshës 15 deri 29 vjeç. Në rritje të lehtë është grupmosha 30 deri 39 vjeç, ndërsa po të kurret ajo grupmosh 40 deri 59 vjeç. Ndërsa të rinjt po paksojnë gjithnjë e më shumë, po shtohen me ritme të larta, të moshuarit mbi 60 vjeç, me gati 17.000 persona më shumë se një vit më parë. Rënja e peshës së popullsisë në moshë produktive dhe rritja e saj në pension pritet që të përkeqësojnë më shumë skemën e pensioneve, që edhe sot është në një ngërç për shkak të kurrjes së vazhdueshme të raportit mes kontribuesve dhe përfituesve. Vetëdorëzohet 46 vjeçari që plagosi gruan me thik në Korçë, është Lorena Kodra që do të na informojë mbi këtë ngjarje. Lorena, përshëndetje, çfarë informacionesh ka? Po. Nisida të përshëndes, atëherë mbrëmjen e së martës është vetëdorëzuar në policia autori plagosjes së Mariola Myrtollarit, shtetasi Aleko Myrtollari. Aleko Myrtollari ishte fshehur përreth fshatrave të Korçës, pasi edhe me origjinë është nga Porodina e qytetit të Korçës. Gjatë 2 ditëve është ushtruar kontrolli pa ndërprerë, janë marrë kontakte me familjarët duke ju thënë se policia ishte në kërkim të tij, derisa vetë autori vendosi që mbrëmjen e së martës të dorëzohej vetë në komisariatin e Korçës. Në lidhje me ngjarjen, autori nuk ka shprehur motiv, sipas burimeve nga policia, autori ende nuk ka dëshmuar, pasi ka qenë në gjendje të rënduar psikologjike dhe herën e parë që është marrë në pyetje, nuk ka dëshmuar, por sipas informacioneve të policisë do të dëshmojë sërish. Në fakt, ngjarja ka ndodhur rreth 3 ditë më përpara, rreth orës 22 në lagjen numër 10 të qytetit të Korçës, ku shtetasi Aleko Myrtollari ka goditur me mjet prerës thik bashkëshorten e tij Mariola Myrtollari duke e plagosur rënd. Aktualisht e plagosura ndodhet në spitalin e kryeqytetit. Ajo që ne kemi mundur të mësojmë si nga policia, po ashtu edhe nga komshinët është se gjatë konfliktit të tyre që ka ndodhur në banesë, autori ka nxjerr jashtë si fillim 3 fëmijët e tij dhe më pas ka vijuar debatin me bashkëshorten deri në përdorimin e thikës, duke e qelluar në disa pjesë të trupit. Çifti bashkëshortëve sipas komshinëve më herët kanë jetuar në Tiranë dhe vetëm një muaj kanë që janë vendosur në Korçë, në banesën Meqera, në lagjen numër 10 të qytetit. Jashtë kamerave, komshinët e çiftit kanë pohuar se 48 vjeçari njihej si person që konsumonte alkool, ndërsa kishte ushtruar edhe më herët dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Ndërkohë që 48 vjeçari jetonte midis Gjermanisë dhe Shqipërisë, pasi shkonte shpeshherë për punë sezonale aty. Faleminderit Lorena për informacionin. Faleminderit ju. Gjykata e Gjirokastrës e la në burg 24 vjeçarin Albi Mohollari, i cili mbyti me plasmas nënën e tij. Mbrojtja kërkoi shtrim të përkohshëm në spitalin psikiatrik për shkak të problemeve mendore që ka 24 vjeçari sipas mjekut psikiatër. Gjykata kërkoi që në vijim të paraqitet një akt ekspertimi. Arrest me burg është masa që ka dhënë gjykata e Gjirokastrës për 24 vjeçarin Albi Mohollari, që 3 ditë më parë vrau të ëmën e vet duke mbytur me plasmas Zeniat Mohollarin, 65 vjeç. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen Partizani në Përmet, ndërkohë që i riu duket se ka probleme të shëndetit mendor. Të paktën këto janë pretendimet që janë ngritur nga avokati i mbrojtës, i cili është një avokat i caktuar kryesisht pasi ditën e sotme asnjë i afërm i 24 vjeçarit nuk është paraqitur në gjykatën e Gjirokastrës. Sipas pohimeve që ka dhënë vet avokati, është kërkuar prej tij në gjykatë shtrimi i 24 vjeçarit në një spital psikiatrik dhe ekzaminimi i mëtejshëm. Vetëm një ditë pas ngjarjes ai është vizituar nga mjekët psikiatër, ku janë konstatuar probleme të shëndetit mendor, por gjithsesi gjykata ka kërkuar një akt ekspertize për verifikime të mëtejshme të gjendjes shëndetësore të 24 vjeçarit dhe më pas ndoshta në një ndryshim të masës. Ngjarja ka tronditur të gjithë qytetin e Përmetit, por gjithashtu edhe banorët e të gjithë Shqipërisë për shkak të marrëdhënieve të ngushta
familjare dhe është konsideruar një vepër e kryer në kushtet e marrëdhënieve familjare, pikërisht edhe nga kodi penal. Ndërkohë që familja Mohollari nëpërmet njihet si një familje në gjendje të mirë ekonomike dhe 24 vjeçari kryen dhe studimet në Amerikë vetëm 4 ditë para ngjarjes, ai është kthyer nga Amerika për pushime dhe pikërisht ky ka qenë edhe momenti kur ai ka kryer edhe vrasjen duke mbytur të ëmën një 65 vjeçare. Sipas statistikave, në vendin tonë po rritet ndjeshëm kriminaliteti tek të rinjtë dhe adoleshentët. Shqetësues është fakti se të rinjtë kanë shumë të lehtë sigurimin e armëve të ftohta që përdorin në krime, siç janë thika dhe doreza metalike, madje i blejnë edhe online, ndërsa autoritetet ligjzbatuese nuk po reagojnë dhe kësaj paligjshmërie. Rritja e rasteve të krimit tek të rinjtë dhe adoleshentët është kthyer në problem serioz për shoqërinë. Gjatë vitit të kaluar, janë kryer rreth 1470 vepra me protagonistë të rinjtë nën 18 vjeç. Shqetësues është fakti se të rinjtë kanë shumë të lehtë të sigurojnë armët e ftohta që përdorin në krime, siç janë thika dhe doreza metalike. Madje i blejnë edhe online. Rasti i fundit ishte përdorimi një thike e cila ishte bler lehtësisht në internet nga autori i vrasjes së 15 vjeçarit në Gramsh më datën 16 maj. Një nga 4 adoleshentët arrestuar pas ngjarjes së rënd tregoi se thika dhe doreza ishin blerë online. Rreziku që vjen nga tregtia e pakontrolluar e këtyre sendeve është shumë i madh dhe po sjell pasoja të rënda. Kjo lloj tregëtie është ndaluar për adoleshentët, por nga një verifikim në rrjetin social TikTok, konstatohet se ka faqe online që tregtojnë sende të tilla, si thika, doreza dhe sende të ngjashme. Madje bëjnë edhe oferta në çmime. Porosia mund të bëhet me një mesazh drejt faqes dhe produkti dorëzohet me post pas një kontroll për identitetin, moshën apo të dhëna të tjera. Sjellim disa shembuj të faqeve që janë aktive edhe javët e fundit në postime ku reklamojnë thikat dhe dorezat metalike për shitje. Pra, çdo adoleshent ka akses të blejë sende të tilla. Mjafton që të ketë para. Akoma më shqetësues është fakti se edhe pse kanë ndodhur ngjarje të rënda me adoleshentë që përdorin armë të ftohta në krime, autoritetet ligjzbatuese nuk po reagojnë ndaj kësaj dukurie, të paktën të parandalojnë tregtimin. Në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit, ku funksionon një departament i veçantë për krimet kibernetike, nuk shohim asnjë njoftim për ndonjë aksion, identifikim të ndonjë faqeje apo arrestim të personave që tregtojnë thika dhe doreza metalike. Mijëra njerëz po evakuohen në Ukrainë si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara nga sulmi në digën Kahovka, sulm për cilin Kievi akuzon Moskën. Washingtoni ka paralajmëruar se shumë njerëz mund të humbin jetën, ndërsa Këshilli i Sigurimit mbajti një mbledhje urgjente për këtë ngjarje. Presidenti i Ukrainës Zelenski deklaroi se ky rast nuk do të ketë ndikim në kundërofensivën e planifikuar. Ukraina është duke evakuuar mijëra njerëz këtë të mërkur pasi sulmi në digën Kahovka ka rezultuar me përmbytje masive, a 10 rafshatra tashmë i ka marrë ujë lumit Dnjepër dhe ka shqetësime për katastrofë humanitare. Washingtoni ka paralajmëruar se shumë njerëz mund të humbasin jetën, ndërsa Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për sulmin në digë. Diga ndan forcat ruse dhe ato ukrainase në jug të Ukrainës. Kievi ka thënë se shkatërrimi i digës, kontrollin e së cilës e ka pasur Rusia prej nisjes së luftës, ka qenë përpjekje e Moskës për të penguar ofensiven e shumë pritur ukrainase. Megjithatë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë se ky rast nuk do të ketë ndikim në kundërofensivën e planifikuar. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një takim urgjent të martën me kërkesë të Rusisë dhe Ukrainës. Lajmet e sotme tregojnë se gjendja e njerëzve në Ukrainë vetëm sa do të përkeqësohet, ka thënë zyrtari i lartë i OKB-s për çështje humanitare Martin Griffiths. OKB-ja ka paralajmëruar se mijëra njerëz mund të preken nga kjo ngjarje e rëndë. Njerëzit në Kherson janë në kërkim të territoreve me lartësi më të madhe, teksa lumi Dnjepër shtrihet në qytet. Autoritetet ukrainase kanë thënë se 17.000 njerëz janë evakuuar deri më tani dhe një total prej 24 fshatrash janë përmbytur.
Bira Korça, bira më cilësore shqiptare, edhe këtë vit kam mbështetur Unum Festival në Shëngjin. Mirat e ri nga Europa e vendi kanë shijuar festivalin ndërkombëtar, detin dhe birën e parë shqiptare në edicionin e 4 të tij. Festivali Unum në Shëngjin është një nga ngjarjet muzikore më të mëdha në Shqipëri, me muzikë të shkëlqyer, pamje të mrekullueshme të detit dhe të natyrës. Festivali Unum është një nga ngjarjet më të vizituara të verës në vendin tonë. Pjesëmarrësit që ndoqën këtë festival ishin nga gjithë bota. Ata shijuan muzikën më të mirë nga DJ të njohur, të cilët performuan 24 orë në 7 ditë. Për të pranishmit nuk ishte mënyrë më të mirë për ta shijuar ato përveç një bira Korça të akullt në dorë. Kjo birë freskët është mënyra perfekte për të ftohur një ditë të nxehtë verore, dhe shija e saj shkon shumë mirë me muzikën e mrekullueshme në festivalin Unum. Bira Korça ka qenë një favorit i shqiptarëve për breza dhe është e lehtë të shohësh pse. E bërë me përbërësit më të mirë dhe përpunuar në mënyrë perfekte, kjo birë është një shije e vërtetë e Shqipërisë. Këtë e dëshmuan vetë vizitorët e Unum. Bira Korça shumë mirë të ecë, shumë pëlqejet pe klientav, shumë e mirë. Najsu të ushit perfekt. Local beer, Korça. Është një freskuese, e shishme edhe e lehtë. Shumë e mirë, shumë bira e mirë. Komplimente për birën. I love it so much. It's the best drink ever you could find on the planet. E përi, Korçën nuk e ndrojmë. It's nice. It's very good. Yeah, it's good. It's good. Vendasve të huaj në Unum u siguruan që të argëtoheshin me bira Korça për një atmosferë dhe freskim maksimal. Ata bën gëzuar për muzikën dhe birën e shkëlqyeshme. Bira Korça do të vazhdojë të mbështesë eventet e mëdha verore. Do të ndjekim pak zhvillime të drejtë për drejta nga mbledhja në Kastani. Gëzazej ka marrë të rregulla gjithë, i ka marrë të gjitha të rregulla Gëzazeja. Dakor, për shumë mirë, mund kenë lajthit ata të Gëzazës, si kanë marrë tani këto shënimet për verbal, ne duam të kuptojmë. Kjo është gjitha. Meqense pala apo ngre pretendime, ne duhet të japim përgjigje me vendim. Atëherë grupi marrëdhënësor në Gëzazeja, mungesë një kodi sigurie të vendosur atje e ka quajtur të rregullt dhe nuk ka ndikuar në integritetin e kodisë votimit. Ky është shpjegimi që i japim ne. Kush mungon kjo USB-s apo një nga kutia? Në këtë rast. Po, çfarë ndikimi mund të ketë në integritetin e pajisjes mungesa e vulës USB-s? Më thënë, unë po shoh proces verbalin. Në proces verbal, dhe besoj këtu jemi dakord të dyja palët, ka shënimin për pajisjen e PEV në njishit folen e USB-s pa dorëzuar, ka për PEV në 2 pa dorëzuar, dhe pastaj është bërë shënimi, korrigjimi, po të doni, dorëzuar dhe janë vendosur kode sigurie, janë shkruar kode sigurie. Është kjo gjëja? Apo jo? Do të thotë jemi në situatën e një proces verbali me korrigjim, apo jo? Të lutem, apo jo? Dakor, pa dorëzuar është korrigjuar, apo jo? Mos themi me deklarim pa dorëzuar, po proces verbal i korrigjuar. Tani, ju keni të gjithë të drejtën që të çmoni nga këndvështrimi ligjor korrigjimin e proces verbalit. Ata kanë të drejtën të thonë korrigjimi është i rregullt apo i pa rregullt. Por jemi duke diskutuar proces verbal me korrigjim. Dakor? Mund të bëjmë këtë analizë për të 7 proces verbalet? Rastet e ngjashme me këtë janë 394. Është shkruar pa vul, pastaj është vendosur vula. Jemi në rregull? Është pa vul kjo.
Kemi qenë në pak momente me zhvillimet nga KAS, ndërkohë që mbritëm në fund të edicionit lajmeve në News 24 duke uftuar të klikoni në balkanu.com për lajmin më të fundit. Mund të na ndiqni edhe përmes live streamit si në kanalin ton zyrtar në YouTube News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru takofsh.